është Narona Luma Veseli dhe besoj që kaluam mirë, apo hapja ishte bukur, gjithmonë mbështetja jote aty për artistët, sidomos kur vim nga Kosova, apo jo? Po, falenderit shumë edhe ty për mbështetjen e vazhdueshme që jep edhe si faqe e rrjeteve sociale, edhe për prezencën tënde këtu që je gjithmonë me ne dhe për cilë aktivitetet tona, pa bëhet fjalë për ekspozitën e Luleta Rama Muçaj, zhurma e kuptimit, ekspozit personale. Në këtë hapje patët mundësi publiku të shohë rreth 40 punime, por fokusi kryesor ishte në dizajnin grafik, sepse autorja është një dizajnere e grafikës, dhe si shifni pra bën fjalë për punime të ndryshme, përveç asaj që ka si dizajnin grafik, ka dhe punime të tjera, por fokusi ishte kryesisht në dizajnin grafik. Temat që ajo i ka përcjellja zhurma, dialogu dhe identiteti, të gjitha këto që ndërlidhen dhe ndërthuren njëra me tjetrën. Autorja sjell emocione të veçanta dhe shihni edhe një numër i madh i publikut ishte sonte prezent dhe besoj se kaluam shumë bukur. A ka ndonjë punim në Rona që e kema për zemër, se unë direkt shkova te një punim? Te identiteti, ndoshta ke shkuar atje është identiteti dhe më ka pëlqyer shumë identiteti sepse autorja edhe pse është një përket artit abstrakt dhe bashkohor, por nuk harron të kaluarën dhe identitetin, duke përcjell foto familjare dhe duke treguar identitetin ton kombëtar.